Përshëndetje, mirë se erdhët edhe sonte në Pak nga të gjitha. Studioja jonë sot është fokusuar në një nga mjediset më të bukura të qytetit, në Parkun Riniat. Paktën kështu është quajtur për vitesh e ne kështu do të vazhdojmë ta quajmë e të mirëpresim këtu miq tanë në ekranin e radio televizionit publik të Korçës. Pasioni i tij për fotografin ka filluar herët. E kombinuar kjo edhe me pasionin për ngjitje në mal, për të dashuruar natyrën herët qysh fëmijë, e ka kthyer atë në një prej fotografëve më të mirë të natyrës, të peizazhit në Shqipëri, me një sër çmimesh kombëtare e ndërkombëtare. I dashuruar tashmë prej më tepër se një dekade edhe me qytetin e Korçës, ju ka dhënë mundësi të gjithëve ta njohin qytetin tonë ndryshe. Atyre që e njohin pak dhe atyre që nuk e njohin mjaftueshëm. Në një intervistë ekskluzive sot, fotografi i peizazhit, por jo vetëm, Albert Smeta. Albert, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta dhe kënaqësi të jap këtu me ju sot. Kënaqësi në fakt edhe për ne që ti rikthehesh gjithmonë në Korçën tonë për të na dhuruar sidomos albumin tonë të fundit, The Heartland Korça, qyteti ynë, një qytet zemre kësaj here. Qyteti zemrës, sepse unë këtu gjeta vërtet njeriu e zemrës, në cilin kemi ndarë kaq vite jetën bashkë. Ndërkohë që përpara se sa ti të bëhesh e dhëndër Korçë, e kishe vizituar qytetin tonë? Të them drejtën, kisha kaluar shumë pak dhe nuk e njihja pothuajse fare. Dhe jam habitur më pas, duke eksploruar dal nga dal dhe duke zbuluar thesare çdo herë që vija. Dhe pastaj kjo kthye në një, le të themi, pasion, në një etje për zbulim. Të gjithë këto, po themi, çka unë kam vërejtur tek Korça, në qoftë qyteti, qoftë natyra, unë mundova t'i mbledh pastaj edhe t'i bëj në një album, të cilin kushdo mund ta eksploroj Korçën përmes fotografisë dhe pastaj ta shijoj edhe duke mbërritur këtu në qytet. Dhe në fakt ke punuar jo pak, po më tepër se një dekadë, gati 12 vite të është dashur punë për ta sistemuar dhe brenda në album fatmirësisht gjen momentet veçanta në fakt brenda qytetit, rrugicat, portat, gjen dëborën, që natyrisht është karakteristikë në sinë e dimrit për qytetin ton, momente të këndshme, momente kur ajo është duke rënë, po ashtu sikurse gjen edhe monumente natyre. Atëherë, siç e thash edhe pak më përpara, qyteti ka një trashëgimi shumë të madhe kulturore, të arkitekturës, të traditës dhe të festave. Domethënë, vetë qyteti, le të themi, është një pjesë e trashëgimisë, por një gjë tjetër që Korça, domethënë, duhet ta njohë më shumë, është edhe pjesa e natyrës. Më ka bërë habi që korçarët janë të gjithë dashamirës natyrës, dalin, lëvizin morav vazhdimisht, shëtisin, dhe kjo më ka bërë përshtypje se në qytetet tjera nuk e kam gjetur, të them drejtën, por kam vënë re që shumë vende jashtëzakonisht të bukura, që janë destinacione të mirëfillta turistike, ku çdo i huaj mund të vijë dhe të shijojë, korçarët në një farë mënyrë nuk i frekuentojnë kaq shpesh. Janë shumë të rralla ata personat të cilët shkojnë dhe mu më kanë manitur gjithmonë dhe tash nga ajo dëshira për eksplorim, për gjetur sa më shumë vende të bukura, u kthye në një lloj, domethënë, sfide tek unë, për gjetur sa më shumë që të kisha mundësi që përmes fotografisë t'ia dhuroja çdo qytetarit të Korçës për t'i shijuar dhe ata, por edhe çdo turistit tuaj që do vijë dhe vizitoj Korçën. Berti, të gjitha qytetet në Shqipëri, të paktën dekadën e fundit, kanë pësuar një lloj metamorfizimi, shpeshherë për mirë e shpeshherë për keq. Në këto 12 vite, çfarë ka ndryshuar në Korçën tonë? Atëherë, nëse unë do të thosha kujtimet e mia të 12 vite më përpara, unë e kam gjetur Korçën një qytet i cili kishte filluar të zgjohej dhe të përmirësonte ngadalë, domethënë, atë, po themi, brëndin e vetë. Por në 12 vjetë është bërë një punë e jashtëzakonshme, një punë, do ta thosha, titanike, që një qytet, domethënë, nga një qytet që ishte, le të themi, ndoshta edhe s'mund ta them pa identitet, por jo në qendër vëmendjes, u kthye një qytet në qendër vëmendjes dhe është bërë një qytet që gjithmonë të jep një feedback pozitiv sa herë që vjen. Korça nuk të zhgënjen. Kjo është ajo që unë kam nxjerrë si, le të themi, si i jashtëm
domethënë si një qytetari një qyteti Nga një tjetër, qytet tjetër, e kuptoj. që e shikon dhe unë sa herë që vi, domethënë mbar mbrapsht kënaqësinë. Pra, kam kuptuar edhe këtë të tjerët që vinë në mënyrë të vazhdueshme, që ma kanë pohuar dhe me gojën e tyre që thonë Korça nuk zgënjen kurrë. Domethënë shkon dhe merr kënaqësinë mbrapsht. Ndoshta qytetet tjera nuk kanë arritur ke kjo pikë, por Korça ja doli dhe ka arritur vërtet që ta bëj, domethënë, të jetë dashur, të jetë një qytet shumë i dashur dhe i preferuar për një pjesë shumë të madhe të shqiptarëve, po jo Dikur vetëm. është identifikuar si lokomotiva e turizmit në Shqipëri, flasim për turizmin brenda Shqipërisë, sepse për hir të vërtetës ne ende nuk e njohim mirë Shqipërinë tonë të vogël. Alberta, i duhet një fotografi ta njohë edhe historinë e një objekti përpara se sa ta bëj publike dhe ta ndaj atë me adhuruesit e fotografisë. Atëre, unë kam një parim tim fotografisë që kur fotografoj një objekt ose diçka, fotografia është stampuar në fillim në kokën time. Pra unë e kam ideuar më përpara, do thosh si mund ndodhi kjo. Fotografia pa një ide nuk është fotografi. Domethënë fotografia rastësishme është një lloj zhanri, por që të jetë një fotografi që të japë të dhurojë emocion, që të transmetojë diçka, duhet që ajo patjetër të jetë e ideuar dhe të transmetojë edhe një mesazh, të japi edhe një emocion. Dhe ashtu sikur se ndodh me një fotograf pejzazhi i cili është gjithmonë në sfidë me natyrën, kështu ndodhi edhe me intervistën e Albert Smetës. Ne jemi fokusuar tani në një kënd tjetër, po kaq të bukur të qytetit të Korçës, për të dhënë mundësi të gjithë atyre që po e shijojnë këtë intervistë për të vazhduar e për të folur për albumin e tij të fundit. Korça The Heartland. Berti, ne në fakt ishim duke folur pikërisht për historinë e disa prej objekteve të cilat janë pjesë e këtij albumi, sepse natyrisht përveç pejzazheve edhe monumentet historike që nuk janë të pakta në qytetin e Korçës, janë pjesë e këtij albumi për gjithë ata që nuk e njohin Korçën. Atëherë, në këtë album unë jam përpjekur, siç thash pak më përpara, që përveç traditave, arkitekturës, besimeve fetare, po themi pjesa e trashëgimisë shpirtërore, të paraqiten sa më shumë duke krijuar emocion tek personat dhe duke njohur, domethënë, në këtë qytet deri ke shpirti i tij. Dhe thash jam përpjekur të të nxjerr shpirtin e Korçës, e qytetarit korçar, dhe nuk e di sa kam arritur, por domethënë le të themi fokusi im ky ka qenë. Pejzazhi kuptohet që është pjesë e pasionit tim prej më shumë se 15 vjetësh dhe tek ky album zë një vend shumë të rëndësishëm, por nuk është thjesht një pejzazh thjesht i bukur, por janë edhe destinacione të cilët mund të shijohen dhe gustohen nga persona. Në fakt janë dashur 12 vite, jo vetëm për të sjellë peizazhe dhe monumente të këtij vendi, por sigurisht duke njohur mirë thellë, ashtu sikur se the shpirtin e Korçës, ke paraqitur këtu natyrisht edhe evente të rëndësishme, dy prej të cilave natyrisht tërheqin një numër të konsiderueshëm turistësh vendase të huaj, siç është Festa e Birës apo edhe karnavalet e Korçës, të cilat janë pjesë e këtij albumi. Po, nuk kishte si të ishte ndryshe që në këtë album mos paraqiteshin pikërisht këto dy evente shumë të mëdha që Korça, po themi, ka qenë ajo iniciatorja e cila ka zgjuar edhe qytetet e tjera, po themi një lloj zilie duke futur këto festa, sepse Festa e Birës sot vërtet ka iniciuar në Korçë, por shumë qytete janë munduar, ta themi, ta kopjojnë. Të jemi sinqertë, domethënë sepse derisa ato kanë ndodhur mbasi Korça e ka bëri le të themi tradit këtë gjë, do të thotë që nuk kanë qenë primare. Janë disa festa që janë kthyer në festa ku i gjithë populli tashmë përfshihet, por jo vetëm qytetari i Korçës, por të gjithë populli. Destinacionin e kanë këtu. Dhe sa bëhet e pamundur, domethënë, të gjesh një vend për të fjetur në kohën kur janë këto festa. Korça është si një vulkan në ato ditë dhe kushdo që ka ardhur dhe ka shijuar, domethënë kuptohet ka marrë gjithmonë atë kënaqësinë. Dhe nuk ka se si ti shpëtoj objektivi, sepse këto janë vende kaq të mëdha, sidomos edhe karnavalet, të cilët domethënë janë rizgjuar mbas
përmbysjes së regjimit, sepse Korça është mbajtur për karnavalin dhe përpara regjimit, por mbas regjimit do patën një rizgjim dhe në Korçë ky rizgjim erdhi i fuqishëm. Ato tashmë janë bërë traditë, është bërë zakon çdo vit. Ndërkohë, 2 vite më parë, në mos gabohem, më korrigjoni, ju i keni dhënë mundësi publiku të njihet me një numër të konsiderueshëm parqesh kombëtare. Tani, sigurisht që do t'i përmendim disa prej tyre, po a mund të përfshihet parku i qytetit të Korçës në këtë, apo bëhet fjalë për parqe kombëtare? Atëherë, unë kam qenë, le të themi, bashkautor në një produkt, një album tjetër që është Parqet Kombëtare të Shqipërisë. Nuk ka qenë iniciative ime, por fotografitë kanë qenë pjesë më e madhe, ka qenë e imja. Dhe e disa fotografëve të tjerë të natyrës, cilët unë kam qenë kurator dhe me një pjesë mbi 3/4 ka qenë të mijat në fotografi. Kuptohet aty flitet për parqet e mëdha kombëtare që ka Shqipëria, nuk përfshihen parqet, po themi si Korça, por të qyteteve. Por Korça ka parkun Bredhit Drenovës, i cili është një nga parqet kombëtare, ku është Guri i Capit, është bredhi që është shumë i veçantë, një lloj bredhi që është karakteristik dhe sa ka marrë dhe emrin Bredhi i Drenovës, dhe kështu që Korça nuk është se është përjashtohet nga këto parqe. Ka një nga parqet më të mëdha, domethënë që dhe ka një monument natyror siç është Guri i Capit, në fakt, është e vërtetë. Patjetër që edhe një nga monumentet natyrore, se ka shumë monumente natyrore. E kuptoj. Mirë, ne do të kthehemi pas në vite, sepse në fakt Alberti pasionin e tij të fotografisë e ka kthyer në profesion, por ju jeni një inxhinier në profesion. Po. Domethënë fotografia është pjesë e pasionit tim, nuk kam dashur ta kanalizoj në pjesë të profesionit, sepse doja që të ngelej pasion. Dhe kuptohet në të përditshmen time unë bëj punën e inxhinierit, por fotografia është ajo që ushqimi im shpirtëror, i cili domethënë nuk mund të rri. Dhe sikurse natyra, unë nuk e ndaj dot natyrën nga fotografia, jam gjithmonë në natyrë me aparat dhe nuk mund të dal me një aparat pa qenë në natyrë. Albert, e mban mend foton e parë në natyrë që ke shkrepur në çfarë moshe? Dhe me çfarë aparati? Atëre, nëse do flisja për le të themi fillesat, unë aparatin se kam darë asnjëherë nga dora. Por kuptohet që fillimisht unë atë kam pasur si çdo njeri që pjesë të dokumentimit të vendeve ku shkoje, dhe gjithmonë në qendër ka qenë personat, grupi, vetë, individi. Dhe në një moment caktuar kur fillova të eksploroj natyrën para 20 ca vjetësh, me një grup shokësh që dilnim dhe bënim hiking, shumë njerëz na merrnin për të çmendur. Sot është bërë trendi. Kishim frikë ta thonim që se thotë ky ka marrë malet, s'është në Terezi. Dhe fillova të bëj fotografi të natyrës, se më pëlqente aq shumë vende ku shkonim dhe zbulonim, i eksploronim, sa domethënë duhet mos e humbisja atë momentin. Fillova ta shkëpus domethënë atë fotografinë tradicionale me njeriu në qendër dhe fillova të bëj dhe peizazhet. Deri në momenti kur dikush, një prodhues kartolinash dhe kalendarësh, më thotë, por e ti që del male, a të bën fotografi kështu të peizazhe? Po, tash bëj. Po mirë ti shohë se unë i blej. Edhe më bleu disa fotografi dhe aty thashë, ore, po mirë, shkova direkt dhe investova, bleva aparat profesional, më cilësor. I çik më cilësor, domethënë që të kisha mundësi të bëje diçka më të bukur dhe më fut në një farë mënyrë një lloj, domethënë u ndez një motor i cili nuk është shuar deri sot, që dhe nuk e pash më fotografinë, nuk ishte thjesht ajo ngacmimi që u ble fotografia, por pash që dikush e vlerësoi fotografinë e peizazhit dhe thash, ore, po paska dhe njerëz që e vlerësojnë. Paska vlerë. Dhe dal nga dal kjo filloi u kthye në një lloj adrenaline, të cilën unë nuk i shpëtoja dot, edhe nuk i shpëtoja dot. Albert, adrenalinë mund ta kishe, po si ndihet ti veten nga ana profesionale, sepse mund të kërkosh të bësh diçka, po mbase kjo kërkon një lloj investimi pastaj për veten.
Atëre, unë nuk e lash me kaq, përveç aparatit që mora, unë investova dhe duke u futur një shkollë fotografie, më pas. A ekziston një shkolla fotografie në ato vite në Shqipëri? Ka qenë një investim i ambasadës zvicerane, një projekt 5.6, i cili për shumë vite nxori nga, po themi, nga gjiri saj plot persona pasionant, domethënë të fotografisë që sot kanë bërë dhe emër, domethënë nuk është se janë dhe falenderoj të themi edhe ata instruktorë shqiptar, po dhe investimi që u bë në atë kohë që personat që e dashuronin. Çfarë mësove për herë të parë aty? Diçka që nuk e njihje fare. Atëherë unë nuk është se nuk fotografoja kur vajt atje, por ajo që i thash që në momentin e parë që kam shkuar atje dhe kam filluar, i thash nëse unë dalë në natyrë dhe për të bërë një fotografi të bukur më duhen 10 shkrepje, unë dua që të bëj 3 shkrepje, 2 shkrepje, 1 shkrepje. Këtë duhet mësoj nga ju. Pra, të godas direkt në shenjë, që më thënë dhe, mos u mbas kohën me fjalë të duke bërë fotografi që të rishti për zgjedhësh edhe. Dhe kuptohet që ajo që filles, që një punë shumë e gjatë në vite, duke përmirësuar veten, duke parë punën e autorëve, fotografëve të huaj, domethënë sepse këtu është çik vështirë, zhanri i peizazhit nuk është një zhanër që është lëvruar shumë. Që lëvrohet vetëm nga pasionant, nuk ka persona të tjerë që e lëvrojnë, po edhe ata pasionant janë të pakët, sepse është një zhanër që nuk ka të ardhurë, nuk jep asnjë feedback ekonomik. Ky ishte momenti kur janë përzgjedhur 3 fotot e tua, Albert? Atëherë ky ka qenë momenti i parë, ka qenë viti 2008, ku në një kalendar unë çova disa foto dhe pash që në 12 muaj 3 fotografi ishin të mia dhe mban mend çfarë ishin këto të treja? Këto të treja ka qenë njëra ka qenë liçeni Prespës, domethënë që këtë e kam fiksuar, ka qenë diçka më duket ujvare e Thethit. Nuk i kujtoj të treja, të gënjej kot tash, domethënë por atë që kam fiksuar ka qenë liçeni Prespës, sepse le të themi unë me atë kam një lloj, po themi, dashurie të veçantë. Dhe vazhdon ende të shkosh në Prespë dhe të sjellësh foto. Domethënë kam dëshmitar, familjar dhe miq që sa herë që vim Korçë, një ditë unë do shkoj në Prespë, është ajo ku unë le të themi shplodhem, qoftë duke fotografuar, po qoftë edhe duke shijuar atë peizazh të mrekullueshëm që zona e Korçës do thoja do të bënte shumë mirë sikur i investonte seriozisht tek ajo pjesë, sepse është një nga perlat që unë nuk e krahasoj me asgjë në Shqipëri, ku kam mbredhur, nuk mund të them që s'kam mbredhur dhe e njoh pak a shumë. Dhe më vjen mirë kur e dëgjoj këtë gjë. Ndërkohë në vitin 2010, Albert ju bëheni fotografi kryesor i revistës Glob, botuar nga shtëpia botuese Albas, me cilën duket se keni pasur edhe vite më vonë një bashkëpunim të frytshëm, me objekt kryesor eksplorimin e natyrës shqiptare. Po, kjo revistë ishte një revistë që le të themi si një lloj National Geographic për Shqipërinë. Dhe në atë kohë mu kërkua biles që nëse do ishte e mundur, domethënë të shkoj edhe në vende po themi me shqiptarë jashtë Shqipërie, dhe unë i thash atij administratorit në atë kohë, i thash më thuaj më sjell këtu foton e Ariut Polar dhe unë do ta sjell bashkë me klyshet e thash. Ai ngri habitur, domethënë ai më kërkoi diçka që unë kisha një pasion të jashtëzakonshëm, domethënë që sepse fotografia për mua kishte një vlerë shumë të madhe që nuk doja të dija fare se çfarë kërkoi dhe unë isha i gatshëm ta realizoja. Ju keni dhënë një kontribut sigurisht edhe për qytetin e Tiranës, sepse jeni lindur dhe jeni rritur në Tiranë dhe nuk ishte se si Tirana t'i shpëtonte fokusit të objektivit tuaj. Një kontribut jo të vogël për ta promovuar kryeqytetin e Shqipërisë, edhe sigurisht për t'i shtuar vlerat që ajo i ka në vetvete, por që ende të pazbuluara në ato vite. Për të vërtetës flasim për jemi kthyer shumë prapa në kohë dhe nuk mund të pretendojmë që Shqipëria njihe aq më tepër edhe Tirana që sot e duan aq shumë të huajt. Një nga gjërat që më ka surprizuar, unë kam lindur jam rritur në Tiranë, siç e them, kam qenë nga ata fëmijët, le të themi, të shkafët, nuk kam qenë nga ata që rrinin aty vetëm ke lagja,
Jemi larë në Përlumi, liçeni e Tiranës, kemi bredhur kodrave, dhe si fëmijë, le të themi, kam qenë nga ata që ndoshta më të shkafit e lagjes. Dhe mendoja se pak a shumë e njifja Tiranë. Por në një moment, diku rreth vitit 2000, kur fillum të dilim me një, siç thash më përpara, me një grup shokësh, miq, male dhe për eksplorim, pash që unë se njifja fare Tiranë. Zbulova gjëra që më manitën dhe mblan aq shumë mbres, dhe aty e ndjeva veten që thash, unë kot që kam mburur, që e njif kam, që fëmijë se unë s'di kam asgjë. Dhe filloi u bë një etje e jashtëzakonshme për eksplorim. Dhe tek albumi i Tiranës, rreth 50% e destinacioneve që janë paraqitur atje, janë zbulimet mia personale. Një prej tyre është ujvari Shëngjergjit, që sot është kthyer në një nga destinacionet ku Treqereku i Tiranës ka shkuar edhe parë, ka qenë liçeni i Bovillës, i cili nuk ishte shkelur kurrë më përpara nga të tjerë, dhe shumë destinacione të tjera, ku akoma disa prej tyre nuk ka vajtur njëri. Këto janë për pjesë e portalit Vizit Tirana. Ne kemi pas një bashkëpunim me këtë faqe, me këtë portal Vizit Tirana, dhe kemi bërë një, le të themi, shkëmbim ku çoja fotografit, çoja dhe përshkrimet e tyre, vendet ku ishin, për të bërë për ta bërë sa më publike, sepse albumin, dakord, dikush e blen, dikush vetëm e shef, ose dikush nuk ka mundësi, as nuk e di që ekziston etj. Kurse ishte një portal i cili kishte mundësi të jepte zë më shumë këtyre destinacioneve për të bërë më të njohura dhe të merreshin fokus. Dhe punën për promovimin e Tiranës ju e keni vazhduar ndër vite, dhe ndoshta kjo është një nga arsyet që jeni shpërblyer në vitin 2021 me titullin më të lartë Fisnikëria Tiranase nga Shoqata Tirana për kontributin dhe promovimin e vazhdueshëm të vlerave të kryeqytetit. Si ndihesh kur merr feedbackun e gjithë punës? Megjithse e fillon si pasion, nuk e mendon që një ditë kjo mund t'i shërbejë dikujt? Unë mendoj që çdo njeri, kur bën diçka, sidomos kur e bën me pasion, kur e bën pa qenë i detyruar ta bëjë për një fitim ekonomik apo jo, do thosha që kur tërheq vëmendje dhe ka një feedback pozitiv, ka një vlerësim, këto janë vlerësime honorifike, që nuk kanë lidhje fare, kuptohet që absolutisht që ndihet shumë mirë, dhe thotë që të paktën ajo çka unë kam bërë nuk humbi, ka vletur, është vlerësuar nga dikush, ka dikush që e ka shijuar dhe i ka shërbyer. Unë siç e thash, unë nuk ngela vetëm me albumin, bëra edhe disa libra të tjerë, të cilët po përsëri promovonin Tiranën, ku në fokus gjithmonë përmes fotografisë ishte gjithmonë promovimi i një destinacioni, dhe konkluzioni ishte ky, dhënia e këtij titulli, që ishte me thënë drejtën edhe surprizë, po edhe më bë shumë qefi. Ajo që ka qenë një lloj, le të themi, që më ka shtyr të jap fokus promovimit të natyrës të Tiranës, ishte që shumë njerëz Tiranë e konsideronin si një vend që s'kishte asgjë. Dhe kjo në një farë mënyrë më zëmëronte, sepse unë e dija që nga ato që kisha eksploruar, që ai ishte plot me bukuri natyrore, dhe si çdo qytet i Shqipërisë, si çdo vend, si çdo krajinë, është me pafundësi bukurisht natyrore. Dhe ajo që një lloj edhe si ngacmimi për t'i treguar të gjithë atyre skeptikëve, të atyre që nuk besonin që Tirana mund të kishte bukuri të tilla, që bëri dhe atë çka unë kisha eksploruar, ta hidhja në libër, ta konkretizoja, sepse e konkretizuar ajo është një lloj, le të themi, mënyre ku tjetri ka se ku ta gjej. Ajo shërbeu si një lloj bible për gjithë. Është një gujë, do të themi, për gjithë ata që eksploruan më vonë Tiranën, edhe që kuptohet shumë pak për tyre dinë që këto destinacione kanë qenë fruti i zbulimit tim, domethënë
eksplorimeve në vite. Dhe dashurisë që ke për natyrën. Dhe dashurisë për natyrën. Sepse të ka çuar në çdo moment, në çdo periudhë të jetës aty. A mund ta konsiderojmë vitin 2019, ndoshta vitin e parë ku është realizuar në Tiranë një festival fotoje? Po, portali Vizit Tirana, si thush, nuk e la promovimin e qytetit, e kryeqytetit, më saktë, deri ke niveli i thjesht online, por inicioj një festival fotografie që Tirana Foto Festival, e cila sot është kthyer në traditë. Është kthyer në traditë, pra zhvillohet çdo vit në Tiranë. Zhvillohet çdo vit, ka tërhequr vëmendjen tashmë, domethënë jo vetëm të amatorëve, se në fillimet e veta ishte domethënë shumë persona ishin, le të themi, dashamirës fotografisë, por jo në nivele të larta, kurse sot atje gjen realisht edhe fotograf mirëfill. Është shumë interesante, Albert, kur gjen në fakt në workshopet të kësaj natyre, apo në festivalet të kësaj natyre, edhe të huaj. Po. Të cilët pikërisht për shkak të këtyre bukurive që kanë zbuluar, jo vetëm Tiranë, por edhe në qytete të tjera, madje e kanë shtyr kohën e qëndrimit në Shqipëri. Kjo është edhe në një farë mënyrë edhe ajo sfida, si ta mbajmë atë turistin e huaj në një vend. Pra, nëse ne duam që ai të kthehet përsëri në Tiranë, në Shqipëri, në Korçë, duhet patjetër që ai të ketë mundësi që të joshet nga surprizat, po themi, të atyre vendeve. Dhe duke ja bërë të dukshme, duke ja bërë të aksesueshme, ai ka mundësi të kthehet në Shqipëri, se thot prit se nuk arrita do të shoh këtë, dhe mund ka ndodhur disa herë që më kanë shkruar në Messenger apo në rrjetet sociale që të lutem thotë se nuk arrita dot. Më rezulton që vetëm ti ke informacion për këtë, domethënë se ata bëjnë kërkime, janë habitshëm në këtë pjesë, si mund të shkojnë në filan destinacion. Dhe unë ja kam shpjeguar përmes telefonit me fjalë dhe më kanë habitur se si ata kanë gjetur vendin pa i çuar fare location, pa, dhe kjo ka ndodhur në vitet që themi ku s'ka qenë kjo mundësia e të vendit location të destinacioneve. Dhe më habisin me pasionin e tyre, domethënë, por që ata nuk ishin herë e parë që vinin, se thoshte kësaj radhe nuk arrita ta shikoj, po dua të shikoj filan vend. Dhe Albert, sa e rëndësishme është të ndash profesionalizmin tënd me të tjerët? Se të krijohet ndonjëherë ideja që sekretet e profesionit nuk ndahen. Unë do të thosha që ai që mban sekrete për mua është një i mirë, sepse të gjithë një ditë do ikmë në botë dhe nuk kemi se i marrim ato thesaret në thonjzat tona me vete. Luma ai që i ka, dhe unë të thosha, është akoma, domethënë, ai që jep është akoma dhe më i lumtur, sepse njeriu kur dhuron, kur jep, vjen një lloj kënaqësie. Dhe mund pëlqen shumë ta ndaj eksperiencën time me persona kuptoj që janë në të njëjtin mentalitet me mua, sepse jo të gjithë, siç e the, kanë të, dikush i mban ato si sekrete, por çfarë vlen ti mbash të sekrete? Pse duhet i marrësh ti me vete edhe të zhduken? Ndërkohë që ato mund të shërbejnë brendën, sepse nëse të gjithë ata shkencëtar apo krijuesve do t'i merrnin sekretet e tyre me vete, ne s'do kishim asgjë. Po jemi fal atyre që kanë qenë mendje hapur dhe ja kanë dhuruar njerëzimit që ne jemi sot ku jemi. Tani unë duhet ndaj një sekret vogël me gjithë teleshikuesin. Për herë të parë me foton e Albertit jam njohur disa vite më parë, kur një familjar i Albertit e ka uruar për një çmim që fitoi me një fotografi që në fakt vinte pikërisht nga qyteti i Korçës dhe nga mali i Moravës. Kryqi dhe kisha që ndodhet në majin e këtij mali ishin një foto e shkrepur në një moment të ditës nga Alberti dhe ishte shpallur fituese e një konkursi. Unë nuk e dija në fakt se çfarë lidhje kishte mikesha ime me Albertin, por ajo foto më është fiksuar dhe qysh atëherë jam bërë një ndjekse e rregullt e Albertit në rrjetet sociale. Dhe pash që ishte vërtet një nga momentet më të bukura kur kjo kish dhe ky kryq mund të pasqyroheshe. Besoj ju... Ka qenë konkursi Ngjyrat e Ortodoksisë Shqiptare, ishte një konkurs ndërkombëtar i cili unë mbështet nga Kisha Ortodokse Shqiptare,
dhe me një komision ndërkombëtar, të cilit këta e kishin bërë në disa vende të botës. Domethënë ata shkonin nga një shtet në një shtet dhe e bënin këtë konkurs dhe i erdhi radha dhe Shqipërisë. Ka qenë më duket viti 2019, në mos gaboj, nuk e mbaj mend saktësisht. Dhe foto, domethënë ajo fitoi çmimin e parë në këtë konkurs. Në këtë konkurs ndërkombëtar. Ndërkombëtar në këtë po themi ishte profili kishat, domethënë ishte zhanri kishat, sepse kishte disa zhanre, por tek zhanri kishat ky fitoi çmimin e parë. Foto vërtet ishte një foto spektakolare, ku i kishte rënë një ngjyrë art vetëm kryqit dhe kishës Shëndëllis. Besoj do ketë qenë perëndim pas ditën ndoshta. Ajo ka qenë një ditë e errët me re shumë të zeza, ishte një moment domethënë. Sapo kishte pushuar shiu, besoj. Shiu ishte po në pozicion tjetër, kurse Morava ishte gjitha e nxirr dhe në një moment drita e perëndimit i bie vetëm majës së malit. Vetëm kryqit dhe kishës dhe ato morin një ngjyrë të artë. Dhe diçitura e asaj foto ka qenë që besimi është drita që largon errësirën. Shumë e bukur. Dhe ju shquheni për digjitura, po do flasim. Komisionin atë kohë, kur më takuan më pas, që kur u bë dhe dhënia e çmimeve, më thanë një gjë që më ngeli memoria dhe mu bë shumë qefi, me thënë drejtën, tha, kur pam foton tënde, tha, çmimin e parë gjetëm, vazhdojmë me tjerat. Dhe ishte me vërtet një kompliment, domethënë i bërë nga juria që shumë e bukur. Domethënë s'kishte çmim. Besoj pastaj ato të nxitin sigurisht që të vazhdosh të rritesh profesionalisht. Albert, edhe në këtë album kemi natyrisht kisha. Po. Këtu janë. Sepse në qytetin e Korçës kemi një numër. Po. Sa mund të ketë shkuar numri i kishave që ke fotografuar jo vetëm në qytetin e Korçës? Po ju ndalinin në këto elemente fetare. Atëherë unë fotografoj çdo gjë që më tërheq vëmendja dhe më pëlqen. Domethënë nuk mund të shkrep një fotografi që. A mund të bësh një përzgjedhje të kishave për shembull? Po nuk kam hyrë, domethënë që të them që kjo është më e bukur, kjo më pëlqen më shumë tek kjo. Domethënë sepse tash momenti që unë e shkrep do të thotë që ajo më ka pëlqyer. Dhe fillosh tash të bëj ndarje, sikur çike e vështirë të bëj një ndarje, të them që kjo është më e bukur se tjetra. Ndërkohë ju jeni fituesi një çmimi të parë në një tjetër konkurs ndërkombëtar, Potencialet e Shqipërisë së Kaltër, që është organizuar nga Banka Botërore e Shqipërisë, me një foto me etiqeturën Peshkatari. Po. Kjo edhe këtu, më thënë, ka qenë një konkurs i cili ndërkombëtar, i cili kërkonte promovimin e Shqipërisë, të Shqipërisë Kaltër, që ka qenë dhe foto ka qenë një moment ku një peshkatar të rishte rrjetën dhe ishte në perëndim dielli. Ka qenë një foto e realizuar, le të themi, në 10 vite që unë i ndiqja atë peshkatarët plus detit, kur sa, domethënë ata nuk e ndjenin më praninë time, domethënë, sepse njeriu edhe. Pra të është dashur të udhëtosh shumë në Bregdetin shqiptar? Jo, unë kemi një apartament në Buzë Detit dhe ne shkojmë shpesh familjarisë atje dhe dimër verë dhe unë dimër verë dalim gjithë herët, gjithmonë me peshkatar, gjithmonë në Buzë Mbrëmje dhe ata le të themi janë bërë miq dhe sa më shohin. Cila është zona më e bukur e Bregdetit shqiptar sipas syrit të një fotografi si Albert Smeta? Po, zona e Bregut gjithmonë e jugut Shqipërisë jugu është një perlë. Ka diversitet sepse ajo le të themi pjesa shkëmbore e kompozuar me ujë jep më shumë dinamizëm se sa pjesa me rër, por prap domethënë gjen vende të bukura në të dyja krahat, por Bregu i jugut ngelet gjithmonë duke qenë prezenca mali, deti dhe është çik më atraktiv, le të themi. Një tjetër çmim i parë në një tjetër konkurs ndërkombëtar, Focus Award, është në kategorinë portret. Po, kjo. Kur themi portret, kemi parasysh. Portret. Domethënë ka qenë një fotografi me, le të themi,
me një plak, me një burg vjetër, i cili ushqente plumbat. Dhe plumbat i rinin mbi trup. Dhe ka qenë një moment shumë i bukur, domethënë kur e kam fotografuar, unë përveç peizazhit dhe natyrës nuk është se pra do të thotë që nuk je vetëm i fokusuar tek natyra, tek flora dhe fauna, po kur të bën përshtypje një portret të lëvroj të gjitha zhanret e fotografisë. Si kam testuar, domethënë jam futur këtë të gjitha zhanret, nuk jam vetëm thjesht drastik që o peizazh o ska ose o wildlife apo jo. Por thash çdo gjë që më treq vëmendjen, çdo gjë që më bën, çfarë duhet ketë bota e njerëzve që të tërheq aparatin tënd fotografik? Atëre, atë sa them dot sepse është shumë e brendshme, domethënë është thjesht syri kompozon në çast, nxjerr një frame e cila mund të jetë një pjesë e shkëputur nga ai realitet që ti shikon dhe atë mundohem që ta kthej në art, nëse është e mundur. Unë duhet ndalem në një tjetër konkurs ndërkombëtar, këtë duhet të theksoj, ka ndodhur vetëm 2 vite më parë në vitin 2023, organizuar nga Ministria e Turizmit dhe Agjencia Kombëtare e Turizmit, në një konkurs ku në fakt nga 300 foto janë përzgjedhur 30 mes 6.284 fotografëve që vinin nga 40 vende të botës. Alberti e vlerësuar me titullin ambasador. Sa e vështirë ka qenë, kur themi nga 40 vende të botës, kryesisht nga cilat vende vinin fotografët? Atëherë, ato kanë qenë që nga Kina, India, domethënë nga gjitha, le të themi të gjitha ata që kishin ardhur dhe kishin vizituar Shqipërinë dhe që ranë kontakt me këtë lloj konkursi, shuan fotografitë e tyre, por shumë prej tyre ishin shqiptar, kishte shumë shqiptar, por kishte edhe ishin vetë 42 vende të botës, që kishin fotograf nga 42 vende të botës, që kishin shuar fotografi në lidhje me promovimin e turizmit shqiptar. Ka qenë një sfidë që më ka surprizuar, sepse nuk e besoja kur që mund të kishe në konkurs duhet kapje mbi 10 fotografi të përzgjedhura brenda 300-s, që të merrje titullin ambasador. Sfida ishte e madhe se ishte shumë fotograf, domethënë. Fotot që ju prezantuat vinin nga gjitha vendet e Shqipërisë? Ato vinin nga çdo cep i Shqipërisë, ishin mbi 7.000 foto që ishin çuar dhe domethënë juria ka qenë ndërkombëtare dhe shqiptare, nga njerëz profesionistë, domethënë me plot kuptim fjalës, të cilët kishin votuar në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, duke konkursi ka qenë nuk ishte me emra, ka qenë me numra. Me numra. Dhe një prej tyre, kur e takova në momentin që të bëj edhe kjo ceremonia, tha more ti e filani, tha, ma ke nxjerrë jetën. Vetëm unë zgjidhja fotografinë dhe më dilte numri jot, tha. Ka thashë, kush dreqin është ky, tha. Dhe ishte një kompliment i bërë në një mënyrë shumë, le të themi me një finesë, me humor, por që realisht u surprizova, mora pjesë në gjitha zhanret, sepse siç e thash më përpara, unë nuk lëvroj vetëm një zhanër, kam fokus atë zhanër, por edhe zhanret e tjera nuk i lë pas dore. Dhe kjo është një tjetër sfidë për një fotograf? Është sfidë, sepse zakonisht fotografët fokusohen në një drejtim, por mua më pëlqen të fotografoj çdo gjë që më bën klik në zemër. Tani duhet të dalem pak tek bashkëpunëtorët që i duhen dhe i nevojiten një fotografi. Sigurisht, mund të jesh kurator vet i fotografisë, por të duhet sigurisht të përzgjedhësh dhe njerëzit që do ta pasqyrojnë ato, do ta sjellin tek artëdarësit e fotografisë. Si i përzgjedh të bashkëpunëtor? Sepse të botosh një album që e ke punuar me aq shumë dashuri, ke shkrepur me qindra foto, të duhet bësh përzgjedhje, po sigurisht të vinë në mënyrë cilësore edhe për ata që e duan fotografinë. Konkretizimi i fotografisë në një libër, në një album, është sfida më e madhe që vjen mbas fotografimit. Domethënë fotografimi ndonjëherë është më i lehtë për mua se sa bërja domethënë kthimi i këtyre fotove në një libër, ti mbledhesh dhe ti bësh një libër. Sfida këtu fillon çuke pjesa financiare, që të duhet patjetër, sepse
dotimi ka një kosto që të konsiderueshme, është e vërtet. Sidomos kur janë printime në formate me ngjyra, fotografia ka një cilësi të cilën nëse ti se realizon ashtu siç duhet, ajo fillon të humbet si punë dhe aty do të jetë kujdesi më i madh sepse gjithë puna që mund të bësh mund të ikë nga duart dhe mos arri atë qëllim që ti dëshiron që të jetë e përqyeshme për lexuesin, për atë që është dashamirësin e fotografisë. Kështu që bashkëpunëtor duhet patjetër, nuk mund të bëhet pa një mbështetje financiare, por nuk është vetëm kjo, është domethënë bashkëpunëtor duhen edhe të kesh një shtëpi botuese shumë të mirë që të ketë cilësinë njerëz të kualifikuar. Njerëz kualifikuar që duhet ta zgjedhësh me kujdes. Persona pastaj që janë pjesë e realizimit që të ndihmojnë qoftë për përkthimin, qoftë për redaktimin, që kanë rëndësinë e tyre sepse gjithmonë mund të gabosh dhe sa më shumë e ul atë marzhin e gabimit, aq më edhe produkti aq më cilësor del. Dhe kështu që çdo gjë nuk mund ta bësh vetëm, është e pamundur që ta fitosh këtë luftë, po e quajmë thojza, vetëm. Duhen patjetër bashkëpunëtorët, ato janë le të themi si shokët e tu në luftë. Kështu, për shembull, nëse i rikthehemi sërish të albumit Parqet Kombëtare të Shqipërisë, realizuar në vitin 2018, ju keni pasur një bashkëpunim të suksesshëm me shtëpinë botuese Albas, ku keni luajtur edhe rolin e kuratorit. 175 fotografi kanë qenë të realizuara në këtë album. Po, siç e thash edhe më përpara, në këtë album gati 3/4 i fotografive kanë qenë pjesë po themi e punës që kisha bërë në vite. Ai ishte një album i cili në një farë mënyrë për herë të parë promovonte dhe mblidhte bashkë shumë parqet në një vend të Shqipërisë, ku përmes fotografisë, por edhe përmes le të themi shpjegimeve qoftë shkencore, qoftë teknike, aty jepesh domethënë informacioni plot mbi këto parqe, mbi bukurinë e tyre, mbi çfarë ofronte secili prej tyre, vendodhja, momentet e bukura, domethënë stilë të ndryshme, në kohë të ndryshme, domethënë dhe duke bërë më afër fotografia. Tani ju më thatë që sigurisht që duhen përzgjedhur me shumë kujdes njerëzit me të cilin bashkëpunon. Dhe besoj këto albume kanë qenë cilësore dhe ju keni ngelur deri diku të kënaqur. Për shembull, përmenda shtëpinë botuese Albas, mund të jenë dhe bashkëpunëtorë të tjerë. Përmenda Albasin sepse keni pasur dhe bashkëpunime të tjera. Të shohim se ç'thon realizuesit e këtij albumi, bashkëpunëtorët tuaj. Keni një mesazh nga Rita Petro. Përshëndetje Eriona, përshëndetje Berti, përshëndetje televizioni juaj. Më vjen mirë që jam dhe unë pjesë e këtij emisioni që po bëni për albumin Parqet Kombëtare të Shqipërisë. Është një bashkëpunim që vërtet ishte shumë i vështirë, i mundimshëm së bashku me Bertin, por që ne arritëm që ta realizojmë. Sepse Parqet Kombëtare të Shqipërisë i kemi parë në të gjithë shumëllojshmërinë e vet, domethënë si pozicion gjeografik për klimën, për natyrën, si monumente të gjalla natyrore dhe gjithashtu për botën shtazore dhe për botën bimore. Dhe kush më bukur se sa dhe më mirë se sa Albert Smeta mund ta realizonte, sepse duhej të kishte një ekuilibër shumë të saktë midis informacionit shkencor dhe gjithashtu dhe që këto foto të ishin të bukura artistikisht. Albert Smeta udhëhoqi gjithë grupin e punës, fotografëve dhe një pjesë e madhe që janë të përfshira në album janë foto të bëra prej tij. Madje albumi hapet me parkun kombëtar të Malit të Dajtit dhe me një foto spektakolare i realizuar nga Berti i perëndimit të diellit. Në fakt Berti është duke qenë edhe pasionant si alpinist me një trut sportiv dhe atleti, ai duke u ngjitur në male, pra duke shijuar edhe ngjitje në male, ai ka dhe vërtet foto me pamje spektakolare, domethënë nga gjithë Shqipëria, dhe gjithashtu është edhe një detajist. Për shembull do të përmendja një foto të mrekullueshme e bukur Adheut Salamandra e realizuar prej tij, dhe gjithashtu ose korbin i cili ka hapur krahët edhe po fluturon, shpellën e pëllumbasit dhe foto të tjera të cilat, siç e thash,
aty është shumë mirë i harmonizuar elementi shkencor me elementin artistik. Berti e ka një pasion shumë të madh, ka realizuar shumë albume, por ky për ne është vërtet një album i veçantë, i cili dhe sot e kësaj dite nuk është realizuar, dhe vlera e këtij albumit është sepse nëpërmjet edhe fotove normal dhe materialit është edhe lidhja e njeriut me natyrën, dhe sa e rëndësishme është që ne ta duam dhe ta mbrojmë natyrën e vendit tonë si një trashëgimi të pasur natyrore. Gjithashtu do ta mbyllja me këtë që Berti të gjithë këtë pasionin e vet ja ka trashëguar edhe fëmijëve të tij, binjakëve të mrekullueshëm, Noemit dhe Marinit, dhe gjithashtu edhe Mirela të Rovës, që e keni nga vendi juaj, një didakte e mrekullueshme që ne shkruajmë së bashku librat shkollor me të, edhe e cila her pas here fotografon dhe ajo Berti në këto pamjet e mrekullueshme. Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj një ditë të bukur. Ishte shumë surprizë gjë. Unë e falenderoj Rita, në fakt është gjithmonë e gatshme kur bëhet fjalë për të bashkëpunuar me formatet tona televizive. E falenderoj në fakt sepse na ndihmoi për të kuptuar ndryshe, për ta njohur më thellë Bertin, po sigurisht për një nga punimet e tyre, sepse Berti ju keni realizuar edhe albume të tjera që janë të shumta në numër, kështu që do të më lejo shpejt e shpejt për ta bërë me djem për publikun, sepse dua të ndalem pak në një moment tjetër. Në vitin 2012 ju keni sjell një album për Tiranën, për herë të parë për publikun, edhe le të themi është përqendruar vëmendja e fotografit Albert Smeta në historinë e kryeqytetit, por jo vetëm, edhe në momentet e bukura për të dhënë një jo vetëm një këndvështrim artistik, po nga ana tjetër edhe informues për gjithë ata që nuk e njihnin ende kryeqytetin. Beautiful Tirana dhe Tirana City 2018 janë dy albume në formën e guidës turistike, duke ndihmuar kështu gjithë ata që duan ta njohin këtë qytet. Në vitin 2022 vjen një album tjetër guid për vendet më të bukura të Shqipërisë. Ju keni dhënë kështu mundësi ose keni ndihmuar jashtëzakonisht të themi edhe për zhvillimin e mëtejshëm të turizmit, sepse fotografia, përqendrimi i vendeve të bukura në objektiv natyrisht tërheq edhe vëmendjen e njerëzve që nuk e njohin, madje as e kishin dëgjuar ndonjëherë si emër Shqipërinë. Kështu që edhe kjo është një sfidë tjetër për ta paraqitur atë në mënyrën vendin tonë në mënyrën më të mirë të mundshme. Pasioni për fotografinë shkon për mua ka shkuar paralel, domethënë edhe për promovimin e gjithë vendeve të bukura që Shqipëria ka. Domethënë ne jemi vërtet një vend shumë i bukur ku natyra na ka falur gjithçka dhe është detyrë jonë që domethënë këtë vend ta mbrojmë, ta ruajmë, që t'i trashëgojmë këto vende pa i dëmtuar, por ndërkohë dhe t'i promovojmë dhe t'ja u bëjmë me dije edhe personave qoftë shqiptar, po edhe të huaj, që këto vende ekzistojnë tek ne. Dhe fal këtyre punëve të jo vetëm time, po edhe të tjerëve, po edhe promovimet që janë bërë përmes atij le të themi konkursit të fundit që u bën 2023-shin Wanderlust in Albania. Ishte domethënë ku u bë një promovim le të themi shumë i madh i vendit tonë, i cili në fotografitë që u përzgjodhën pikërisht nga ky konkurs në shumë panajire, domethënë Shqipëria i le të themi në thonjza i shokoi të huaj dhe thanë ishte një perle pa njohur, një perle fshehur në Ballkan. Dhe ishin pikërisht puna e gjithë atyre pasionantëve fotografë, të cilët kishin gjithë shpirtin me ose pa dashje kishin dhënë një kontribut të çmuar për promovimin e këtij vendi. Kishin dhënë në fotografi dhe ajo bëri që ky shpirt ta paraqisnin edhe në arenë ndërkombëtare. Duke qëndruar në natyrë gjatë, je lidhur fort edhe me shpendët, edhe me botën e kafshëve, po më shumë me shpendët. Flora dhe fauna është gjithmonë në fokusin e aparatit tonë. Tani, për të gjithë ata që nuk e ndjekin në rrjetet sociale Albertin edhe nuk kanë pasur mundësi të kenë album për ti, unë do të përmend disa prej shpendëve që ai ka mundur të fotografoj, mund të jenë edhe dhjetra të tjerë: salamandra, pelikani kaçurel, çafka e madhe e bardh, flamingo roz, skifteri kthetrazi, korbi i zi, gushkuqi, harabeli, shqipja e kënetës, çafka e hirt, delia rut, çafka e vogël e bardh, bajza, kryekuqja e cila është identifikuar në liçenin e Tiranës, kredaraku i madh, vrapuesi i vogël, trishtili i kaltër, kredaraku i madh, pulujza,
Qyriluku, Këmbë Qirizë, Bilbili i Ujit, Karabullaku i Vogël, Larashi Kuriskuq, Bletngrënsi Evropian ose Gargulli, Kalorsi, Dallëndysh Shefa Qebar dhe Deti, Skifteri, përsëri, janë me vjetra. Unë si ka numru në erë për vetë. Po abitën të ashtë që po i lezon, se unë i fotografoj, po nuk... Jeni në një sfide edhe me pjesën tjetër, me shkencën. Si ke mundur të identifikosh dhe si emra? Atëherë, si emra, me thënë drejtën, unë i fotografoja si shpend, pastaj si emra, me thënë... Ku trokisje për t'ju gjetur emrin, për t'i identifikuar? Janë disa faqe në Facebook, edhe Instagram, në rrjetet sociale, të cilët, me thënë, janë mbledhur pasionant të botës egër, me thënë, si quhen wildlife photography, të cilët, le të themi, fotografitë e tyre i publikojnë atje dhe kuptohet që ai që është fotograf nuk mund të di emrin, por ndërkohë në ato faqe ka dhe persona ornitolog apo studius të mirëfill të cilët bëjnë identifikimin. Të cilët na ndihmojnë vazhdimisht në inbox duke na shkruar që ky quhet kështu ose ne i themi me humor, ora si quhet ky. Dhe ata na, domethënë, dhe dal nga dalë kemi filluar që i kemi mësuar dhe ne. Domethënë pa dashje, domethënë ne kemi inspiruar edhe shumë e bukur kjo. Jo vetëm si shpend, domethënë që i fotografojmë, se ne i shohim në natyrë, sa i njohim, sa i dim emrat, sa si dim i kemi parë, por nuk i dim, por ka një gamë të madhe shpendësh që ne jemi hasur edhe për herë të parë. Për shembull, unë njihja goxha shpend nga fëminia, por më pas sepse duhet të jesh çik i vëmendshëm, duhet të ndjekësh, duhet ka raste ti në distancë nuk i shikon, kurse përmes aparatit. Të gjitha kanë qenë rastësore, Albert, apo të dashur të qëndrosh edhe me orë të tëra derisa shpendi të dalë? Atëre, variantet janë të ndryshme, kur kam kohë rri me orë të tëra, kur s'kam kohë, janë... Ose kur ke fat, kalon... Pastaj, aty është dhe fati, nuk diskutohet, por ky është një zhanër shumë sfidues, për ata që e ndjekin, do të thosha ky është baraz me një si e ushtari që bën zbor, dhe sepse të duhet, domethënë, t'i afrohesh shpendit duke, ose gjallësës, po themi, t'i afrohesh me shumë kujdes, që ai mos të pikas, që kesh mundësi të bësh një fotos. Për shembull, si ka ndodhur me ato fluturat, se janë disa lloj fluturash që ke arritur të kapësh, që aq afër, për shembull, fluturën se është pak e vështirë të insekt. Më thënë, shumica në raste, si çdo gjallës, ti fillon kupton, kur fillon i fotografon, kupton edhe, le të themi, mënyrën e sjelljes së tyre, kur ato trëmbën, kur ato mund t'i afrohesh pa u trëmbur, dhe ti fillon mëson, le të themi, ato uqet apo që ka çdo gjallës, kuptohet kur merresh me to. Dhe flutrat, domethënë, në një nga ato, po themi të vetat kanë që asnjëherë nuk mund t'i shkosh nga lartë, sepse ato i trëmë si duket madhësia e objektit, trupi, njeriu, domethënë. Dhe në momentin që ti duhet të shtrihesh. I vjen barkas me zvarritje, atyre mund t'i afrohesh deri në disa centimetra afër. Deri në disa centimetra, mund ta bësh këtë gjë. 20-30 centimetra, kam fotografuar flutura dhe ato nuk janë trëmbur. Dhe në ato kuptohet edhe. Edhe dhelpërën edhe ketrën e ke fotografuar kaq afër. Dhelpërën e kam pasur diku 4-5 metra, por mjaftueshëm për ta bërë një portret shumë bukur. Edhe ketrin e ke fotografuar shumë bukur. Edhe ketrat, domethënë, por këto janë, thash, ndihmon është fati, sepse duhet të kesh dritën e duhur, duhet të kesh momentin e duhur, por edhe duhet të kërkosh këtë. Edhe më pëlqeu kjo, tua mësosh huqet shpendve apo insekteve. Edhe pastaj me të drejtë Alberti i shoqëron fotot e tyre edhe me nga një digitur. Po, unë të thoshe që çdo fotografi ka një histori mbrapa. Ka një histori. Dhe nëse fillon dhe mbledh, mund të bësh një libër me historitë e fotografive. Janë disa prej tyre janë edhe shumë sfiduese, disa prej tyre mund të jenë me rrezik për jetën, fotografi të cilat ti mund të përballesh me rrezike reale. Por do të thosha që për mua një fotografi e realizuar ka gjithmonë një histori dhe ka një sfidë. Por çdo që e ushtron, ne jemi një grup i madh, po themi fotografësh, qoftë nga Shqipëria, qoftë nga Kosova, të cilët e ushtrojmë këtë dhe pasionin na ka bërë që, domethënë, të njohim, jemi njohur dhe me njëri tjetrin, jemi takuar
kosovarët janë treguar shumë më, le të themi, dashamirës në këtë drejtim, na kanë ftuar shumë herë në Kosovë me ekspozita, me aktivitetet ndryshme dhe ne nuk domethënë, ta themi sinqerisht, ndihemi pak keq se nuk ja kthejmë dot mbrapsht këtë pjesë. Albert, a është Shqipëria një vend i pasur me florë dhe faunë? Mendoj se çdo vend në planet është i pasur dhe Shqipëria nuk bën përjashtim në këtë pjesë. Vet, po. Por do thosha që ne kemi disa po themi specie të cilat mund të jenë në zhdukje në të gjithë territorin e Ballkanit apo të Europës, siç është kali qyqes, një prej tyre që është mbahet domethënë shumë në vëzhgim nga shoqatat e ornitologëve dhe dashamirësit. Është rëqebulli i Ballkanit që domethënë akoma fillon dhe janë disa specie të cilat janë shumë të rrezikuara dhe janë me një numër shumë të vogël. Unë kam vënë që prej shumë u bën tashmë disa, mos themi, po zën ndoshta 10 vjet që në territorin shqiptar janë afruar shumë dhe kanë deri folezuar pelikani kaçorel, i cili gjendet në disa treva, por fat e ka që edhe korça në liçenin e Prestës Madhe, ai është gjithmonë prezent. Është një nga shpendet, aty është përveç pelikani kaçorel është dhe pelikani roz, që është shumë i veçantë, është një nga pelikanët më të veçantë që domethënë në trevën shqiptare, se ky pelikani kaçorel është çik më i përhapur, është përhapur në Divjak, është i përhapur në Nardh, e gjen edhe në Kune Vajin. Domethënë ne kemi disa zona që domethënë janë populluar aq shumë me shpend, sa domethënë është mëkat që domethënë. Dhe ky është një tjetër kontribut që ju jepni në një tjetër fushë që është shumë e rëndësishme për ata që themi studiojnë florën dhe faunën, pra që le të themi në një farë mënyrë janë shkencëtar, janë profesionistë të kësaj fushë, fotografët vazhdojnë të japin kontributin e tyre duke na i sjellë ato të pasqyruara. Albert, do të kemi ose ke pasur një album vetëm me shpend ose pra vetëm me këtë botë? Nuk është se kam bërë me botën e egër? Një album të mirëfillt. Të mirëfillt. Por në albumin Korça, shpendet këtu janë prezent. Dhe janë paraqitur jashtëzakonisht shumë, domethënë nga që është një pjesë që më pëlqen, aty ka një gamë shumë të madhe shpendesh, domethënë qoftë nga ka edhe nga fauna, edhe nga flora, domethënë sikur se e the edhe vetë që edhe flora nuk e ndaj dot nga fauna, por që të nxjerrë një produkt në vete akoma nuk. Edhe ky do të ishte një kontribut tjetër i madh në fakt. Ndoshta në një të ardhme. Në një të ardhme, sepse për momentin tani në dorë kemi Korça dhe Heartland, albumi i fundit i Albert Smetës, që në fakt ka pak muaj që ka dalë, po ku mund ta gjejnë ata që e duan këtë album? Albert? Unë, me thënë drejtën, e kam shpërndar për momentin në Tiranë, le të themi këto librerit më kryesore të Tiranës e kanë si libër, janë gjithë librat që unë kam botuar dhe ky i është rreshtuar shokëve të tij. Për gjithë ata që duan ta njohin Korçën, që duan të shohin pamjet më të bukura të këtij qyteti, po jo vetëm brenda qytetit, mund të marrin këtë album, që është një dhuratë shumë e bukur për të gjithë korçarët, po jo vetëm, për të gjithë shqiptarët, edhe për të gjithë ata turistë vendase të huaj që ende nuk e njohin mirë qytetin tonë. Ne do ta vazhdojmë këtë bisedë për ta përmbyllur gjithmonë në peisazh, sepse jemi në një intervistë me një fotograf peisazhi, e do të ndalemi edhe në diçka tjetër, po do të spostohemi tani bashkë me operatorët në një vend tjetër, sërish në qytetin e Korçës. Tani, nëse dalim në natyrë, Alberti pa diskutim do të ketë me vete edhe aparati. Sa po ke bërë një fotografi? Duke pritur kameramanët. Sa po bëri një fotografi me një bari? Jemi në një tjetër kënd shumë të bukur të qytetit të Korçës. Albert, më di që bashku me fëmijët ju shëtisni shumë. Po. Edhe këtë pasionin për fotografin besoj e ke çuar edhe tek të dy fëmijët, tek vajza dhe djali. Me thënë drejtën nuk e kam imponuar, por çuditërisht ata kanë kërkuar vetë tash aparatin dhe duan ju bëhet kënaqen shumë kur
marrin dhe ata dhe fotografojnë bashkë me mua. Do thotë të kanë kërkuar aparat profesionist. Unë i kam dhënë 2 aparate që nuk para i përdor më, edhe ata janë shumë të lumtur dhe ndjejnë një lloj kënaqësie që të vinë bashkë me mua. Domethënë është një, thash, nuk e kam imponuar se ndoshta nganjëherë, por ata me sa duket ndoshta shumë shpejt mund t'i kesh edhe rival. Po, do më bëj shumë kefe sikur të ndodhte kjo, po shohim dhe janë shumë vejil për të nxjerrë konkluzion. Për shembull, në këto momente, a është drita e përshtatshme për të bërë foto? Ku duhet jetë drita e përshtatshme për ta bërë foto në natyrë? Kjo është dritë spektakolare, jo e përshtatshme, sepse po ta shikosh, qielli ka shumë dinamik, ka re të ngjeshura, ka të bardha të zeza, ka qiell blu, domethënë në këto momente nëse ti gjen një kompozim të bukur, mund të bësh foto shumë të realizuara. Plus kjo loja e dritës që hyn del njëherë ndriçon më fort, njëherë ndriçon diku e erson më shumë. Këto lojra drite janë momentet më të bukura që, dhe sidomos mbas shiut, është ai momenti më i bukur ku natyra merr shumë ngjyrë, qielli domethënë ka këtë dinamizmin e reve, të cilët hapen, mbyllet, del dielli, mbyll. Dhe them që ky është momenti nga më të bukurit, por foto mund të bësh në çdo lloj momenti, vetëm që tu dish si ta shfrytëzosh dritën. Dhe në natyrë gjithmonë nuk është një dritë si në studio që ti e rregullon vetë, dhe fotografi i peizazhit është gjatari i dritës. Domethënë unë do ta krahasoja me gjatarin e dritës, sepse ai është gjithmonë në ndjekje të dritës. Albert, një këshill për të gjithë profesionistët e rinj, ata që e duan fotografinë, të gjithë pak a shumë kudo që shkojnë bëjmë fotografi. Po flas për ata që duan ta kthejnë në një profesion. Unë do të thosha që ata që e kanë pasion fotografinë dhe që e ndjejnë, ata një ditë nëse do duan bëhen fotograf, bëhen profesionist. Momenti që nuk e ke, ne të gjithë mbajmë, sa miliard jemi në planet, gjithë kemi pothuajse sot celular që kanë dhe mund të bëjmë foto. Por që ta ndash një foto nga një fotografi është një punë shumë e madhe, duan investim në kohë. Por nuk është kaq e thjeshtë. Nuk është e thjeshtë. Pra, do thoshti që kjo lloj fjalësh fotografi. Foto mund të bëjnë të gjithë. Fotografi nuk bëjnë dot të gjithë. Dhe e kuptova. Duhet ta kthesh patjetër atë gjë në një lloj arti, të cili të transmetoj mesazh, transmetoj emocione, të transmetoj diçka ke tjetri në mënyrë që ajo të quhet fotografi. Si ky arti këtu, që shohim te ky album, e unë tani do të marr patjetër një autograf nga Alberti, kështu që do ndrojmë pozicionet, ai do të më shkruaj mua autografin, ndërsa unë do të mbaj për të parë një aparat kështu profesionist në dorë. Kujdes, është pak i rëndë. Mirë, ndërkohë që Alberti shkruan në një lloj dedikimi dhe këtu në natyrë, sepse kështu më pëlqen, duket që kemi një profesionist të vërtet edhe mënyrën se si ma dha aparatin me shumë kujdes, duhet ta mbaj me shumë kujdes, është një nga mjetet e tij sigurisht të punës edhe të vyera, me të cilat realizon foto kaq të bukura dhe sjell albume të mrekullueshme për gjithë ata që duan fotografinë, që duan të njohin Shqipërinë. Është një mundësi shumë e mirë të prekin nga afër albumet e Albertit. Dhe një prej tyre është albumi i fundit, që duket se për gjithë ata që e duan Korçën mund ta gjejnë në Tiranë, po ndoshta shumë shpejt edhe në libraritë e qytetit të Korçës. Faleminderit Albert. Është po. Faleminderit. Faleminderit për mua, është një kujtim shumë i bukur. Edhe kjo intervistë, sepse sigurisht nuk është dhe kaq e thjeshtë t'i gjesh profesionistët e vërtet në fushën e artit, po sidomos në ato të fotografisë. Se siç tha dhe Alberti, foto mund të bëjmë të gjithë, por jo fotografi. Unë ju falenderoj të gjithëve, tani i ndrojmë vendet, sepse unë nuk mund të mbaj më shumë këtë objekt që është kaq i rëndësishëm për ty. Të falenderoj shumë për mundësinë që ju dhe gjithë teleshikuesve të njohini një dimension tjetër. Po mbi të gjitha unë të falenderoj në emër të gjithë korçarëve që ke bërë këtë dhuratë kaq të bukur. Ishte kënaqësi për mua dhe faleminderit. Më bëhet qefi që më dha mundësia të flas përveç fotografisë edhe të flas për Korçën, sepse jam përmes fotografisë kam folur përmes imazhit, por të flisje edhe me fjalë
dhe të shpreja atë që ke brenda, dhe kjo ishte një mundësi shumë e madhe që falte dhe stafit që në ndihmuan. Faleminderit. Ne ishim një intervistë ekskluzive me fotografin Albert Smeta. Mirë, pak nga të gjitha e mbyll këtu edhe intervistën për ditën e sotme me fotografin profesionist Albert Smeta. Kënaqësi në fakt që i është bashkuar këtij formati televiziv në ekranin e Radio Televizionit Publik të Korçës. Bashkë do të rishimi gjithmonë te INTV në mbrëmje. Natën e mirë.